Ajo që ne mund të themi për Lumir Abdixhikun, sidomos në intervistë që poshtë mbrëm, unë mendoj që ky djali leq është pa ide politike, po ky çaq është mrapa politikisht. Ky ban politik vitin 2026, ban politik vitin 2013. Pse? Ty mendu që halo PDK është pushtet. O zotëri nderuar, gara politike e jotja nuk është me PDK-n. Kuptimin e pushtetit, ti mund mos me pas pajtueshmëri me PDK-n, po ata nuk do të jenë ata sulmi për me kriju ti bazë elektorale, sepse me qatë sulm ti nuk mund me mpush vetëvendosin. Ti mund me marrë ndaj like në Facebook për tifozët vetëvendosis. Po sulmin adekuat ndaj PDK-s dhe frymen politike ndaj PDK-s e ka të ndërtuar me lëvizja vetëvendosje dhe ti aty je paqti, aty nuk mundesh me marrë elektorat. Në bazë intervistës që unë e kam parë mbrëmë, sidomos disa sekuenca që i posh, zotri Abdixhiku dyqysh tentonte me tregu Albin Kurtit që më falun e jam, domethënë, i mirë për me ardhur me ty në lëvizje vetëvendosje dhe kjo është mund me qenë mirë për zotrin Abdixhiku, po mund me qenë keq për Lidhjen Demokratike të Kosovës. Kush thotë që Albin Kurti është i bë politik mirë, ai ose ka një interes të ngushtë me partinë vetëvendosje, ose nuk dëshiron me po. Përndryshe Albin Kurti politikat i ka totalisht antishtetrore të dëmshme, sidomos në raportet ndërkombëtar, por në raport brendshëm, mos flasim për sjelljen ekonomike, që raportin ekonomik, raportin domethënë shumë probleme të tjera. Shumë probleme të tjera të cilat opozita nuk arrit asesi të luftoj dhe asesi nuk arrit të shpartalloj. Besim një herë te Lumir Abdixhiku. Po tek Lumiri lidhet kjo, sepse ky dështim është i Lumirit. Çështu pjaça dioptria. Kjo është dështim i Lumirit, sepse Lumiri më shumë po bën gara. Gara që nuk po flasim për Bedrin Pula dhe për Lumirin për të dy. Unë mendoj që nuk ka pas opozitë. Po pyetja ishte për Lumirin, vetëm për Bedrin, zotëri unë tregoj për Bedrin.